Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gjesti pështyn Ekli në fytyrë, pamjet bëhen virale. Një incident i papritur ka shpërthyer në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, duke shkaktuar një valë reagimesh të forta nga ndjekësit e spektaklit. Gjesti, një nga banorët e këtij edicioni, ka bërë një veprim të pahishëm që ka tronditur publikun. Gjatë një bisede të thjeshtë në kabinën e dushit, ndërsa Egli u afrua për t'i bërë një pyetje, Gjesti e pështyu atë në mënyrë të papritur. Ky akt ka shkaktuar një reagim të menjëhershëm të ndjekësve, të cilët e konsideruan veprimin të papranueshëm dhe ofendues. Ky moment ka ringjallur një valë indinjate në rrjet, ku fansat dhe ndjekësit e programit janë shprehur të revoltuar për sjelljen e Gjestit, duke kërkuar sqarime nga produksioni për këtë situatë të paqëndrueshme.